Zoti Ivanov sjellet që kohët fundit si pronar i Republikës Maqedonisë, jo si kryetar i vendit, ka suspenduar gjithë nenet kushtetuese, të cilët i japën detyra dhe obligime atij, personalisht si kryetar, dhe sjellet si një diktator i cili e jep drejtën vetvetes se kujt i jep pushtet për të bërë qeverinë e re dhe ku jo. Ai ka suspenduar kushtetutën dhe bazën themelore të demokracisë me faktin që nuk jep shumicës së re parlamentare që ka 67 nënshkrime të bëjë qeverinë, dhe kjo nuk do të pritet nga unë personalisht dhe nga shumica e qytetarëve se ai do të zbutë qëndrimet. Në këtë drejtim duhet tani veç më kur 2/3 e parlamentit nuk mund të bëhen bashkë që të ngrisin një iniciativë për shkarkimin dhe për përgjegjësinë e atij para gjykatës kushtetuese, mendoj se është e pjekur situata që qytetarët organizohen me partitë politike të shumicës së re, opinioni kritik ndaj kësaj situate e cila shkatron vendin për mbledhjen e nënshkrimeve dhe ndoshta në një referendum për shkarkimin e tij nga pozita e presidentit të shtetit.